Në të njëjtën kohë që Këshilli i Ministrave shkarkoi Erion Veliaj nga posti i kryetarit Bashkisë Tiranës, Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, gjatë një konferencë me gazetarët, e cilësoi shkarkimin antikushtetues. Sipas Berishës, kryeministri Edi Rama po përpiqet që Erion Veliaj të mos godasë në gjykatën kushtetuese shkarkimin e tij. Noterizova, thot, vendimin e pasi dëgjua, e shifti. Po kur fuqia ekzekutive nuk është noterizuese, po si hipokrit. Kërkon tani që të thotë se unë po noterizoj vendimin e këshilltarëve. Në mënyrë që e rën media, që Erion Veliaj mos mund të shkojnë në gjykatë kushtetuese. Sipas Berishës, as qeveria dhe as presidenti nuk do të presin 15 ditë, që është koha që kushtetuta i jep afat Erion Veliaj të shkojë në gjykatë. Ai e shkarkoi. Dhe don tani që t'i jap ta çojë te harami, atë ka pengaj. Se kanë rrëmbyer së bashku pronat e shtetit shqiptar. Dhe shpallën zgjedhjet dhe ai të mos shkojë dot në gjykatë kushtetuese.